Sot është 16 nëntor, është e hënë, unë jam Reza Xhaxhiu dhe ju themi mbrëma të gjithëve në konkurora shënon në 22:31 minuta në këto momente. Ne do të qëndrojmë së bashku për rreth 40 minuta në një bisedë që do të shkojmë larg, do të shkojmë mijëra kilometra për të parë se çfarë po ndodh me vëllezërit tan kinez, të cilët duket se na kanë braktisur. Por çfarë ndodh? Duket se një tjetër mision kinez i kryeministrit Rama do të zhvillohet së shpejti, madje në këtë fundjavë në Pekin. Nuk di në Suzhou, më fal, kërkoj ndjes. Në Suzhou është një tjetër krajinë e madhe, por nuk dihen ende detajet e vizitës së zotit Rama, nuk dihet ende se çfarë ai do t'i ofrojë kinezëve dhe mbi të gjitha çfarë do t'i kërkojë. Çfarë po ndodh në raportet ekonomike Pekin-Tiranë? Ka një stopim në të shumë projekteve, po për fajt kujt? Apo na tradhtojnë vëllezërit kinezë? Kjo është pyetja që unë do të ngres sot dhe do të tentoj të marr përgjigje nga i ftuarim. Përtej konspiracioneve gjeopolitike, arsyeja reale se përse investimet e mëdha kineze që kanë pushtuar kryesisht rajonin e Ballkanit vijojnë të mungojnë këtu. Analistët kanë konceptet dhe këndvështrimet e tyre. Geri Selenica, drejtori ekzekutiv i qendrës në shqiptare për studimet strategjike, ngul këmbë kur thotë privatisht, po pse jo, edhe publikisht, se kompanitë të mëdha kineze dëshirojnë të përfshihen në projekte konkrete të Shqipërisë dhe të Tiranës, por hasin në një mur prej gome. Në një rast mashtrim, në një rast papunësi. Unë i themi mbrëma dhe mi së është bashkuar me mua Selenica. Një pyetje kisha në zoti Selenica, cila është arsyeja e vërtet e vizitës së zotit Rama në Suzhou? Në Suzhou mbajt samiti 4 i 16 kryeministrave të Evropës Lindore dhe Evropës Qendrore dhe kryeministit kinez. Më thësh format 1+16. Kështu që në këtë kuadër, kryeministri takohet me kryeministrin e Kinës. Mirë. Ne do t'i rikthehemi bisedës me zotin Selenica për të parë në detaj se çfarë po ndodh realisht ose çfarë nuk po ndodh midis Pekinit dhe Tiranës. Gjithnjë në fushën e ekonomisë, por fillimisht do t'i hedhim një vështrim të shpejtë. Informacioneve kryesore të kësaj të hëne që jemi duke lënë pas të datës 16 nëntor. E nisim me presidentin e Francës në Holland, i cili ka mbajtur një fjalim në parlamentin francez ku ka shprehur gatishmërinë e lartë për të shkatruar militantët e ISIS. Holland ka kërkuar të aprovohet nga parlamenti zgjatja e periudhës kohore të gjendjes së emergjencës në Francë deri në 3 muaj, duke shtuar mëtej se janë të nevojshme disa ndryshime në kushtetut. Autoritetet thonë se policia ka braktisur 168 zona në të gjithë, ka bastisur në të gjithë Francën gjatë natës pas sulmeve vdekjeprurse në Paris. Ministri i brendshëm francez tha sot se 23 vet janë arrestuar dhe se 100 të tjerë janë arrest shtëpiak në Francë dhe në vende të tjera po vazhdojnë kërkimet e gjëra për pjesëtarët e gjallë dhe bashkëpunëtorët e grupit që ka ndërmarrë sulmet të premten e 13 nëntorit pranë një stadiumi, një sallë koncertesh dhe disa restoranteve në kryeqytetin e vendit Paris, ku dhe u vranë 132 vet. Vjemi informacionin e radhës, shteti islamik i ISIS-it kërcënon me një video vendet ku ai mendon se do të kryej sulme në Siri. Në video ISIS deklaron se vendet që sulmojnë në Siri do të kenë fatin e Francës, dhe sa paralajmëron sulm edhe mbi Washingtonin. Shteti islamik paralajmëroi përmes një video të re të hënën se vendet që marrin pjesë të sulmet ajrore kundër Sirisë do të vuajnë të njëjtin fat si Franca. Ne u themi shteteve që marrin pjesë në fushatën kryqëzat, që nga Perëndia ju do të keni një ditë si atë të Francës, thuhet në videomesazhin e ISIS-it. Vim në Shqipëri omazhe dhe 1 minutë heshtje është mbajtur në të gjithë botën për masakrën në Paris. Por edhe në shtetet europiane dhe më gjerë kanë mbajtur 1 minutë heshtje në nderim të viktimave të sulmeve terroriste në Francë, ashtu si në Paris. Dhe në gjithë kryeqytetet europiane janë zhvilluar omazhe dhe janë ndezur qirinj për të kujtuar 132 jetë të humbura gjatë sulmeve kamikaze mbrëmjen e së premtes të 13 nëntorit që terrorizuan jo vetëm Francën, por mbar botën. Mirë, me këtë lajm kemi dhënë fund bllokut parë informativ. Ne do t'i rikthehemi edhe një herë temës për cilën unë kam ftuar sot Geri Selenicën, drejtor ekzekutiv në Qendrën Shqiptare për Studime Strategjike.
një fans dhe një luftëtar, të themi, era erës I vetmuar për sa I përket asaj çfarë ai kërkon, prezencën ekonomike dhe me projekte të super kinës madhe në Shqipërinë e vogël. Do doja t'i rikthemi edhe një herë në vizitës. Kemi në informacione se çfarë do të ofrojë Rama këtë herë në vizitën në Kinë? Nuk kemi. Nuk kemi. Projekte zero. Po të kishte projekte do ishin marrë vesh, sepse projektet nuk bëhen sot, projektet duan vite që të bëhen gati. Kështu që nuk besoj që kryeministri Rama ka projekte për të paraqitur në Kinë. Që kemi në gjë nga shtëpia I bia. Beshaka. Iger, ju keni shumë kontakte me kompani të ndryshme kineze. Në cilët sektor është interesuar sot Kina për të investuar në këtë Shqipëri të vogël që nuk është më e madhe se sa një lagje. Tashti ne na duket gjithmonë sikur kemi akoma idenë që ne jemi në një vend aleat I Kinës, dhe në fakt aleancën me Kinën duhet ta kuptojmë që e kemi prishur në fund të viteve 70. Kështu që për te nostalgjisë, ne me Kinën nuk kemi një raport ekonomik brillant dhe aq më tepër nuk kemi atraksion ekonomik për Kinën. Dhe I vetmi atraksion ekonomik që ne mund të kemi për Kinën është vetëm energjetika. Sepse energjetika është një produkt që e prodhon në Shqipëri dhe mund ta shesësh kudo. Ndërsa produktet të tjera është vështirë të shiten. Kështu që ky është një mal strategjik. Kështu që vetëm në këtë fazë, vetëm në këtë fush, Kina ka... Sa janë sot? Kemi në një informacion të saktë sa janë sot eksport-importet të Kinë Shqipëri dhe invers? Jo, nuk e kam ide. Nuk merrem me sektorin e eksport-importit. Mund të shkojmë pyesin ke medreseja sa është eksport-importi me Kinën. Po, me ato lodrat kineze, po. Por unë merrem vetëm me investimet, dhe investimet në energjetike dhe në infrastrukturë. Okej, do të ndalemi në këto dy shtylla kryesore. Në konceptin tuaj, ose në informacionet tuaja, a ka sot qeveria shqiptare projekte të sakta dhe vizionet të qarta në lidhje me atë që quhet prezencë kineze në Shqipëri? Unë kam mbi 2 vjet e gjysmë që komunikoj vazhdimisht me qeverinë shqiptare, vetëm për këtë problem, dhe deri më sot nuk ka asnjë projekt certifikuar. Dhe qeveria shqiptare ka humbur disa oferta shumë të mira, por të thash këto ofertat e mira janë në kuadrin në fushën e energjetikës. Unë kam qenë vetë organizatori pritjes kryeministrit në Pekin vitin e shkuar. Është pritur nga kjo kompani. Çfarë është kompania? Çfarë përfaqëson sot ajo kompani? Kjo kompani është kompania më e madhe energjetike. Është kompania më e madhe energjetike në Kinë. Power China. Dhe ka 53% të tregut botëror të hidroenergjisë. Kam prezantuar qeverinë shqiptare me presidentin e kësaj kompanie, me drejtuesit më të lartë të kompanisë. Interesi I tyre është shumë I thjeshtë. Vetëm për energjinë elektrike. Dhanë propozim për të bërë hidrocentralën e Skavicës dhe për të rinovuar komplet shpërndarjen Oshoen. Jemi thjesht ke propozimi, I cili është duke u studiuar apo është në një zyrtar të ministrit Ametaj? Ky është problemi I qeverisë shqiptare, sepse mos merrem vetëm me qeverinë tashi, po tradita e komunikimit të qeverive shqiptare me Kinën ka ngelur akoma më poshtë se niveli që kishim ne para viteve 70. Qeverisë shqiptare gjithmonë e shikojnë Kinën si një partner jo serioz, që duhet shkosh gjithmonë të kërkosh lëmosh. Nga është krijuar ky model? Ky është krijuar sepse Kina, ne mbajmë mend që Kina na ka subvencionuar, ka arritur të subvencionojë deri 60% të GDP-së Shqipërisë. Dhe gjithmonë kur shkonin shokut tanë te shokut kinezë, thoshin dua këtë dhe hajde mbushni anijen edhe po kthehen për Tiranë. Kështu që njëta psikoz ka mbetur akoma të drejtues të shtetit. Unë të bëj një historik të shkurtër të disa takime të spikatura me udhëheqjen kineze. Pikërisht te kjo kompani ka vajtur ish presidenti Mejdani, kur ishte president, është takuar me presidentin e Kinës dhe biseduan për të ndërtuar hidrocentralën e Bushatit. Ndërkohë që, si duket, këshilltarët që kishte presidenti Mejdani, I thonë, vënë në gojën e president Mejdani, thonë shiko që këtë hidrocentralën e Bushatit ta ndërtoi një kompani X. Kompania X, ai presidenti I Kinës tha, zotni, tha, e dim ne se kush e ndërton, legët janë tona, tha.
kjo kompani është më e madhja në Kinë, ndërsa ajo kompani që thonë juve është kompani me çanta që shet tek medreseja pak a shumë. Do të thënë, shkojnë të paprigatitur. Mbas zotit Mejdani, po për Bushatin ka vajtur zoti Berisha. Dhe ra dakord për të bërë Bushati me kinezët. Kinezët kanë harxuar me miliona euro për projektet dhe pastaj brenda natës ja dhanë kompani austriake. Për arsye politike. Sigurisht. Dhe aq më tepër projekti, siç thon inxhinierët, se unë këto dhëna i kam vetëm nga inxhinierët, nga profesor Farudin Hoxha, nga gjithë drejtuesit e tjerë më të lartë në sektorin energjetik, bën një rrugëzitje inxhinerike krejt gabuar. Të kalojmë tek qeveria shqiptare. Qeveria shqiptare tash ka dy potenciale në hidroenergji. Është Skavica, është dhe Kaskade e Vjosës. Për këto kanë paraqitur interes përveç Power China, kompania e dytë energjetike më e madhe në Kinë, quhet Gzhopa, e cila ka ndërtuar hidrocentral më të madh botë, Three Gorges Dam me 23.000 megawatt. Kjo kompani ka hapur zyrat në Tiranë. Gzhopa ka hapur zyrat në Tiranë. Ka ardhur një kompani tjetër përsëri, gjigande, bile e ka ofruar qeverisë shqiptare një financim për Skavicën, ta bëj keshi, por financimin ta japin ata, për 30 vjet kredi me 2% në vit, me 7 vjet grace period. Këto kushte financiare, unë nuk besoj se mund t'i gjesh në tregu normal financiar. Dhe arsyeja shumë e thjeshtë është sepse ata kanë një gjendje shumë të madhe keshi, depozit, dhe për metodologjinë e menaxhimit të kompanive shtetërore, ata nuk janë të lejuar të investojnë në fusha tjera përveç disa fushave. Në fillim u takuan me kryeministrin Rama në Paris. Mbeti habitur, i ftojnë në Tiranë, erdhën në Tiranë, bën MOU dhe e lezetshme se qeveria shqiptare i lëshon MOU-t pa përgjegjësi. Vetëm për Skavicën. Për gjithë ata që nuk e dinë çfarë është MOU-ja. MOU është marrëveshje mirëkuptimi. Saktë. Ose si mi thonë fejes, ose me pi kafet e vogla. Për Skavicën ka pi kafet me Power China, ka pi kafet me Gzhopan, ka pi kafet me Norinkon. Të më thonë, 3 kompania, sa më thot një zyrtar i lartë kinez, të lutem, tha, a mund të dim me kë kompani do të bëj qeveria shqiptare? Dhe unë këtë pyetje vajta e bëra të drejtuesit më të lartë të shtetit, dhe nërdhëm më tha shikoza se është një kompani turke, që është interesuar edhe për arsye politike, më the të thasha, e kompania turke merret me hotele. Ndërkohë që me këtë kompani... Këto janë çudirat shqiptare. Jo, po du të kuptosh një gjë që Skavica nuk është hidrocentral i thjeshtë. Skavica është rezervuar ujor. Dhe Skavica parashikon që harmonizon gjithë kaskadën e Drinit. Dhe rezervuari ujor i Skavicës është pothuajse 3 herë më tepër se rezervuari ujor i Fierzës. Dhe nuk mundet ta japësh me koncesion hidrocentralin, sepse ai që merr me koncesion do ta hapi gjithkohës, ndërsa ai nuk hapet gjithkohës. Ai mbahet për të dhe kjo rrit eficiencën e gjithë kaskadës në 20%. Prandaj duhet jetë pronë e keshit, nuk mund të jetë koncesion. Për këtë motiv ka ikur Eneli, për këtë motiv ka ikur RWE e Gjermanisë, për këtë motiv ka ikur EVN e Austrisë, sepse nuk është feasible që ta marrësh me koncesion. Tashi, vetë qeveria nuk e di se ç'do bëj me Skavicën. Më fal, të ndalojmë tek një term që juve po e përmendni shpesh, arsye gjeopolitike thoni ju. Po. Cilat mund të jenë arsyet gjeopolitike që qeveria shqiptare do t'i japi Turqisë dhe jo Nuk besoj që ka arsye gjeopolitike, po ka arsye geofinanciare. Geofinanciare. Në një çandë lënë në tavolinë nga. Si janë kinezët në raport me çandat? Po janë shtetërore ato vëlla, bakshish nuk kanë si ta japin ato. Kjo është arsyeja. Kështu që ato mund ta japin me nën kontraktim dhe nën kontraktim ata janë të hapur gjithmonë, por nuk besoj që plus të mbaroj çështjen e Skavicës, sepse është investimi më i rëndësishëm dhe më vjen keq që javën e kaluar vdiq një nga inxhinierët më të mëdhenj, profesor Egon Gjadri. Aty bilen varrim takova përsëri profesor Farudin Hoxhën dhe më vjen keq që ky brez që me këto dieni po ikën dhe profesor Farudini më thoshte kur do ulemi se unë kam ulur për herë të parë me ministrin e energjetikës. Dhe nuk janë ulur më. Tash si mund të drejtosh një sektor dhe nuk pyet se çfarë historiku ka nga mbrapa. Këta inxhinierë të vjetër, këta kanë kaluar tërë jetën atyre maleve. Edhe unë ndonjë vjet me këta kinezët kanë ndonjë 2 javë në Skavicë. Aq më tepër,
me qënë se më zud atë punën geopolitike, thash, mos keni problem me kinezët, ta bëjmë në joint venture me në kompani tjetër dhe ram dakord me kompani gjermane. Për ta hequr atë sikletin geopolitik, më kupton? Gjermanët vinë me një pyetësor të gjatë, dhe ndër pyetjet kryesore ishte keni pyetur dhe keni marrë aprovimin e popullsisë së Dibrës? Dhe faktikisht, ne vajtëm bëm disa sondazhe, jo që nga Dibra, po e morëm që nga Struga. Struga. Më thonë, ajo popullsi e Dibrës është një popullsi e lënë mënjanë dhe normalisht nuk mund të bësh një vepër, si në kone shokut e Enver, që hajde çoni ikni nga Kuksi tash se ta bëj hidrocentral. Aty duhet e para një qeveria duhet komunikoj me popullsinë e Dibrës. Vetëm mungesa e këtij komunikimi e bën këtë të pabëshme. Do t'i bëj si punë e këtyre aksioneve tash që thot me kasë do të fus në burg andej këtej. Sot dele thot shiko thot se nuk ka më taksa për juve, thot ajo që thashun ishte shaka. Njëti muhabet është dhe me Skavicën. Popullsia e Dibrës nuk e do Skavicën, hidrocentralin e Skavicës. Sepse përmbyt shumë toka. Kështu që ti duhet gjesh një konsensus, një pikë optimale. Për shembull, gjithë inxhinierët duan që të jetë 7 miliard metër kub. 7 miliard metër kub është niveli më i lartë. E kuptoj. Në nivel më të lartë, ja ta bëj dhe me një hartë ta kuptosh. Qofse është Skavica këtu. Dhe këtu është hidrocentrali tjetër. Në qofse do të shkosh deri në hidrocentralin tjetër në Maqedoni, në Spilje. Po, ngrijan që kameras ta shoj, ja ku jemi. Më fal. Tregoja ku është Skavica dhe ku është... Në qofse Skavica këtu, dhe këtu është hidrocentrali Dibrës Madhe, dhe këtu është kufiri, midis Shqipërisë dhe Maqedonisë. Vetëm kjo lartësia këtu është 20 metra. Për 20 metra lartësi është 2 miliard metër kub ujë. Dhe distanca është 100 kilometra, liqen. Faktikisht aty bëhet një liqen shumë i bukur, si në Zvicër. Por këtë duhet ja shpjegosh popullsisë së Dibrës. Ndërkohë, po të verë deri në kufi, është 5 miliard metër kub ujë. Tashi, për 2 miliard, mund të merresh vesh. Sakt. Dhe mund të gjesh incentiva dhe mënyra, bile me kinezët kishin menduar edhe për akukultur, për turizëm, dhe më thonë, në mënyrë të re punësimi për popullsinë dhe për popullsinë e shpërngulur. Kështu që në parim, qeveria shqiptare nuk e di se çfarë do bëj. Siç ja u thash dhe në shkuar, ose për shkak Berisha thoshte shiko se nuk po e bëjmë kaq madh, po do bëjmë ja 2-3 vegjël. Atë nuk është më Skavica ajo. Ato janë këto centralet e vogla. Po, për cilat e vdesin. Kështu që nga ana gjeostrategjike, nga ana makroekonomike, nuk e kuptojnë këtë dhe nuk ka asnjë studim. Përveç studimit që e kanë bërë profesor Farudin Hoxha dhe në kohën e tyre, më studime nuk ka. Kanë ardhur, kanë bërë ca quhet para studime, por para studimet nuk janë studime. Para studimet ti do vesh të shohësh edhe formacionet gjeologjike këtu, e mbajnë se mbajnë, a bëhet as bëhet, domethënë nuk është kaq e thjeshtë kjo punë. Domethënë ekuacioni është më i vështirë dhe askush nuk ka vënë orë pune për të marrë me këtë punë. Pra, për ta mbyllur me Skavicën jemi me zero situacion. Unë jam i sigurt që turqit nuk kanë për ta bërë, unë jam i sigurt që turqit e kanë marrë duke menduar se shiko se në rrugë e sipër po e zgjidhim këtë ekuacion dhe e kanë lënë qeverinë varë 2 vjet. Okej, e kuptoj. Dhe derisa e kanë lënë këtë projekt, kompanitë më të mëdha energjetike të Evropës, ju mendoni që do ta bëjë Turku? Ai Turku ka bërë 2 hotele, kështu 2 hidrocentrale, një 10 megawatt edhe një 60 megawatt. Futu lexoje, ke në internet Nurol Energy .tr. E ke shumë kollaj. I ke në faqen e internetit, nuk është se i shpika unë. Tashi, si mundet ti, edhe ministri të thash dhe në kaluar, ministri tha, jo, unë do bëj tender. Por nuk ka mundësi që të bëj tender për këtë. Ky është një projekt që duhet ta bëj shteti vetë, dhe të projektin ta bëj shteti. Vetë projekti do një vit të bëhet, dhe do 10 milion euro, do 20 milion euro për të bërë projekt tamam. Dhe në qoftë se ta bësh, u bëje. Një i tretë nuk ta merr përsipër. Kinezët i thanë dhe këtë, që do ta bëjmë ne projektin, ta financojmë neve, ta ndërtojmë neve dhe është e jotja. Duhet jetë pronë e keshit. Koncesion nuk jepet Skavica, pik. Dhe duhet marrë vesh e dyta me popullsinë e Dibrës. Dimne, ose më mirë, unë insistoj, zoti Selenica, dini juve një arsye, ose nëse e dini dhe mund mos ta thoni, se cila është ky gepi, ky ngërçi që ekziston midis Tiranës dhe Pekinit, për sa i përket edhe
edhe këtyre projekteve. Tashi unë ta them, ti e di që bashkë flasim shqeto dhe unë nga natyra jam që i them shqeto prandaj dhe unë insistoj. Me qenë se projektet në energjetik janë projekte relativisht rentabël dhe voluminoze, preferojnë gjithmonë investitor që mund të merren vesh me kollaj. Njëti muhabet gjithë kaskade Vjosës, po kjo kompani ja ka dhënë me shkrim kryeministit dhe nuk ka kthyer asnjë përgjigje të bëjë një projekt të integruar që nga Greqia deri në Grykderdhjen e Vjosës, sepse duhet bërë komplet lumi dhe pastaj le të marrë një vendim nëse duan ta ruajnë Vjosën e sipërme, se thotë do ruajmë Vjosën e sipërme, po do ndërtojmë hidrocentrale ke poshtmja. Dhe ndërkohë në mënyrë krejt pa e marrë vesh, ja kanë dhënë hidrocentralen e Poçemit një kompani turke që merret me shitje kamionash. Kur ja thash profesor Farudin Hoxhës, i iku truri. Sa qa bëhet shumë o burta, le që Poçemi tha nuk ka rrjedhu i poshtë, tha nuk është aq kollaj për të bërë, por këto thonë tash hajde, e kemi këtë, po ta japun ty dhe si çrimën e tash, pimi kafe bashkë, hajde se po ta jap edhe këtë ty. Kështu që në sektor energjetik këta nuk besoj që ka në arsye që nuk i lënë amerikanët të fusin kinezët për këtë punë. Nuk besoj se po të ishte ashtu, amerikanët do ishin ndaluar kinezët në vende të tjera, nuk është se... Është e vërtet që ka ministra të qeverisë së zotit Rama që u thonë kinezëve në përtryeza në informale ose pse jo dhe zyrtare se fokusoni tek Shqipëria se është ura juaj drejt Europës. Po, patjetër, unë bile... Po, kjo është Guinness. Kjo është Guinness dhe unë e pata një këshill, isha në Pekin dhe këtë, ma thanë këtë këshill, tha të lutem shumë, tha filan ministër, tha. Na ka thënë, tha, që fokusoni tek Shqipëria se të është ura juaj drejt Evropës. My God, pa kjo është shumë e bukur. Dhe po ta shohësh hartën e investimeve kineze, gjithë Evropa është plot. Vetëm në Angli, Power China firmosi 13 miliard pound një centrale atomik, Shqipëri 0 investime kineze. Më kupton? Nësa ky i thot fokusohu, bile ai që mbulon Shqipërinë në Ministrinë e Jashtme të Kinës, më tha, ore, tha, këta pas kanë ngel akoma ke shënimet për Kinën, tha, se pas kanë dalë ke volumi 2, tha. Zoti Ministër, ju e qeni autori kësaj shprehje famoze. Ju kujtoj jemi në 2015 në shekullin e 21, jo në kohën e revolucionit kulturor kinez. Po. E si më tej, idhemi tek infrastruktura. Pse janë të interesuar kinezët që të bëjnë disa zgjatime të infrastrukturës së tyre të Ballkanit perëndimor ta shtrinë edhe në Shqipëri? Jo, nuk është ashtu. Kinezët nuk e kanë fare në hartë Shqipërinë. Neve, ose më saktë të themi, në qendrën tonë po përpiqemi që ta fusim Shqipërinë në hartë, dhe po mund, domethënë, po e shtyjmë, është si ata në minier, mundohemi të shtyjmë vagonin me qymyr, por Kina ka një strategji dhe e keqja është të i kthejmë mbrapsht asaj shprehjes atij shokut ministër, që thoshte fokusoni ke Shqipëria. Unë do të sfidoj çdo ministër ose çdo zyrtar që vete në Kinë. Xi Jinping quhet. Do të sfidoj çdo zyrtar që merret me Kinën, nëse e ka lexuar këtë libër. Po si pra. Ky libër është gjithë strategjia kineze e zhvillimit, që ta bëjmë të thjeshtë për shikuesit ose për shikuesit. Për ata që nuk e njohin, kush është Xi Jinping? Xi Jinping është presidenti i Kinës. Pra. Urdhëro. Ky është programi ekonomik i Kinës, ose ajo që quhet Silk Road and Economic Belt. Domethënë i rrugës së mëndafshit. Tashi, këtë material e ka lexuar njëri, nëse e ka lexuar, i kanë mbajtur shënime se çfarë thuhet, dhe çfarë zbatohet. Dhe të shpjegoj thjesht si është ky. Ne kemi pak a shumë një moshë dhe në fakultet nuk e di keni bërë ekonomi politike apo jo. Ato kongreset e partisë i ke lexuar? Edhe nënvizuar. Bravo. Ky është pak a shumë si ato, që është vetëm program ekonomik 5 vjeçar. Kongreset e partisë bëheshin program ekonomik 5 vjeçar. Ky është një program ekonomik mbi 10 vjeçar, sepse normalisht politbyroja në Kinë rri 10 vjet. Por ky është e kalon 10 vjetët, sepse ka një sfidë shumë të madhe, të them anën politike, don të bëjë një treg, të integrojë një treg për 4.5 miliard banorësh, Azi, Evropë, Kinë. Në fillim e pan si ofensiv kineze. Por po të ulesh ti lesh ato anët
politikës, po ti futesh në ekonomi, është si unë dhe ti tashi, ti e aty dhe unë jam këtu, dhe me lekët e tua ti do bësh një autostradë dhe një ekurudhë. Tash e autostrada me ekurudhën është me 2 kalime apo jo? Po. Edhe unë vi këtë ty dhe ti vjen ke unë. Eksakt. Kështu që Evropa e ka ndruar komplet strategjinë. Eksakt. Evropa thot ta bëjmë rrugën e Mëndafshit, sepse rruga e Mëndafshit është dhe për neve. Dhe dje ka firmosur presidenti Xi Jinping me presidentin Erdogan të Turqisë 7 projekte gjigande. Unë sot e kam shuar me email kryeministrit, i kam thonë urdhëro, fatkeqësisht janë turqisht si kishin përkthyer akoma, por me Google arrita t'i kuptoj edhe unë se s'di turqisht. E para, këtë po bëjnë hekurull të shpejtësisë lartë, po e përfundojnë tashi nga Stambolli në Ankara, tashi po bëjnë nga Ankaraja 2000 kilometra për në Armeni. Po, për të lidhur më pas... Për të lidhur me Kinën. Do më thënë, ky është koridori kontinental, t'ja u shpjegoj dhe shikuesve se si funksionon. Po. Po mirë. Kina ndodhet këtu. Evropa ndodhet këtu. Dhe ka 4 koridore kineze që dalin. Një është koridori detar, që futet nga kanali Suezit në Evropë dhe hyn në Athinë, në Pire. Po. Ky koridor mund të na kapi neve me probabilitet, sepse në qoftë se hyn në Pire, automatikisht do kalojnë në Ballkan. Saktë. E para. E dyta, koridori dytë që na kap është koridori kontinental. Po. Kina faktikisht ka 3 koridore kontinentale. Është koridori Iveriut kontinental që del nga Pekini, shkon në Mongoli, Moskë, përfundon në Berlin. Është koridori qendror kontinental që futet në të republikat ish sovjetike dhe del në Stamboll dhe përfundon në Paris, dhe është koridori jugor që përfundon në Pakistan. Po, që na duen ne këto? Ku futemi ne? Në cilat nga këto? Ne futemi të këto të dyja këtu. Shef, njëri vjen në Stamboll dhe tjetri vjen në Athinë. Këtë të Stambollit Kina ka arritur tashi, ka firmos marrëveshjen të dalë në Armeni. Më kupton? Dhe neve duhet futemi të kapim diçka nga këto koridoret. Kaq është. Tashi ku është loja? Po pra. Loja është pikërisht tek, dhe kur futen në Evropë, Kina, besoj që ky summit që do bëjmë me këto vende e 16-a, besoj mund të jetë i fundit, për arsye se Kina ka ndruar politik, nuk do merret me Evropën lindore, siç po merret deri tash, sepse nuk ka efektivitet. Do thonë, vetëm me Serbinë ka pasur marrëveshjet më të mira, bile edhe në Suzhu vetëm me kryeministrin e Serbisë ka për të firmosur memorandum bashkëpunimit ekonomik nga 16 kryeministra dhe me një tuf kontrata. Tashi duke ardhur ky korridor në Stamboll edhe në Pire, do futet në Evropë dhe Kina do të respektoj korridoret evropiane. Prandaj unë insistoj vazhdimisht korridoret evropiane. Dhe në qoftë se datën 3, jam i sigurt do firmoset korridori Adriatiko-Jonian, automatikisht është rruga më e shkurtër nga Pireu për dalë në Evropë. Kjo është rruga më e shkurtër. Mirë, po, këto kompani, ju thoni se ka kompani të infrastrukturës janë gati të fillojnë, po cilat janë vështirësitë e tyre për të futur në sot në tregun shqiptar? Para punës njerë, në tregun shqiptar nuk ka projekte, për 100 herë, edhe vetëm ju thonë, shiko se është ky koridori 8, është dhe Adriatiko-Jonian, edhe kaq, po këto janë në teori. Dhe e keqja është që qeveria shqiptare vazhdon edhe firmos gjithmonë marrëveshje mirëkuptimi për të njëjtin objekt me disa kompani kineze. Bile këto ditë të fundit ka ndodhur një përplasje shumë e madhe, se kanë ardhur 2 kompani gjigante kineze, po për të njëjtin projekt. Dhe qeveria kishte bërë me njërë nga këto, kishte bërë marrëveshje ekskluzive për një vit. Tash si mund ta bësh një marrëveshje ekskluzive vetëm me një kompani? Aty duhet të gjitha të kenë tender. Më normal është. Dhe ajo është çdo gjë në favor të kompanisë kineze, sepse i bllokon kompanitë e tjera kineze,
se mbase këto nuk e din ligjin në Kinë, por në Kinë është një ligj i pashkruar që cila kompani e merre para MOU-n dhe shkon tek Exim Banka, e zë para. Më kupton? Kështu që ato kompanitë kineze duan vetëm marrëveshjen e mirëkuptimit dhe e zën. Tash përse qeveria shqiptare e heq të drejtën vetes që të bëjë një tender për autostradën e Adriatikut për shembull, ose për korridorin 8. Selenica, unë propozoj bëjmë një pauzë të vogël, do të hidhemi tashmë në Infonat, në blokun e dytë informativ për këtë natë. Unë kam veçuar këtu faktin se Turqia ka paralajmëruar Francën, pothuajse një vit më parë, në lidhje me një militant të shtetit të islamik që hodhi veten në erë në sulmet e përgjithshme të së premtes në Paris. Më pas do të rivim në vend, ku Lëvizja Socialiste për Integrim ka miratuar platformën e re që sipas Metës rrit transparencën ndaj publikut për financat e partisë. Në vetëm 2 minuta Infonat, do të rikthehemi në pjesën e dytë bisedës me Geri Selenicën. Sigla. Turqia paralajmëroi Francën pothuajse një vit më parë në lidhje me një militant të shtetit islamik që hodhi veten në erë në sulmet e përgjithshme në Paris, por autoritetet franceze nuk i ishin përgjigjur këtij paralajmërimi, tha një zyrtar i lartë turk ditën e sotme. Policia turke kishte njoftuar homologët e tyre francez 2 herë, në dhjetor të vitit 2014 dhe në qershor të vitit 2015, rreth Omar Ismail Mostefai, deklaroi zyrtari turk për AFP-n, duke i kërkuar që të mbetet anonim. 29 vjeçari Mostefai ishte një nga 3 sulmuesit kamikaz që hodhën veten në erë. Propozimin e kryeministrit Rama për heqjen e tatim fitimit për biznesin që bën deri në 50 milion lekë xhiro vjetore, kreu i Partisë Demokratike Basha e cilësoi një kopim të keq që qeveria i bën programit të Partisë Demokratike. Megjithatë, siç u shpreh Basha, ekonomia e vendit është në krizë të thellë për shkak të keqeverisjes dhe kopimi i platformës së saj nuk e shpëton Ramën. Për Bashën, propozimi i sotëm i Ramës është kopimi që ai po i bën platformës së demokratëve. E para ishte ai për pullën fiskale. Lëvizja Socialiste për Integrim ka miratuar platformën e re që sipas Ilir Metës rrit transparencën ndaj publikut për financat e partisë. Në mbledhjen e kryesisë, Meta tha se mbështet platformën e dekriminalizimit dhe distancohet nga çdo individ me rekorde kriminale që mund të jetë në radhët e saj apo që synon të ndarësohet në LSI. Sipas tij, platforma e dekriminalizimit duhej të ishte miratuar. Të martën në 17 nëntor në Teatrin Kombëtar në orën 19:00 do të shfaqet stand-up komedi nga Agent Azizaj, Plakot Majte Jotja. E veçanta e kësaj shfaqje është fakti se të gjitha të ardhurat që do të përfitohen nga shitja e biletave do të shkojnë për ndihmë për kurimin e Kristimazes, djaloshi 10 vjeçar i cili po lufton me vdekjen. Iniciativa për këtë shfaqje është e aktorit Gentian Azizaj, i cili është sensibilizuar për këtë kauzë duke dhënë në këtë mënyrë kontributin e tij. Iniciativa është mbështetur nga Teatri Kombëtar që ka pranuar të dërgojë të gjitha paratë e shfaqjes në llogarinë e Kristit. Ajo që mund të bëjnë qytetarët është të ndjekin këtë shfaqje jo vetëm për kënaqësinë e tyre, por edhe për të ndihmuar Kristin e vogël. Mirë, ja ku jemi rikthyer këtë pjesë të dytë të bisedës. Unë jam duke biseduar prej më shumë se 30 minuta me Geri Selenicën, që është drejtor ekzekutiv në Qendrën Shqiptare për Studimet Strategjike. Në fakt, ajo çfarë shkruar dhe që juve po e shikoni në strish është përse i të braktisur nga vëllezërit kines, por nga biseda po del që ne po braktisim në ish vëllezërit tanë kines. I rikthemi bisedës aty ku e lam. Juve insistoni shumë, zoti Selenica, tek historia e korridoreve europiane. Po çfarë lidhje ka kjo me të drejtë për drejtë ose të tërthort me Shqipërinë? Tashi, siç ja u solla korridoret kineze, Po. Në Ballkan futen 2 korridoret kryesore futen në Ballkan. Njëri futet në Stamboll, tjetri futet në Pire. Dhe kinezët në strategjinë e tyre e kanë që nga Pireu dalin në Selanik, nga Selaniku në Shkup dhe nga Shkupi në Beograd është korridori 10. Po u bë korridori 10, neve jashtë loje. Ësakt. Ndërsa gjithë lobi që po bën qendra jon është që për korridorin Adriatiko
këta e quhen Jonian, po për ne e quajmë Adriatik Egje. Sepse është rruga më e shkurtër nga Pireu në Trieste, ta vësh vizë të drejt, i bie gjatë Bregdetit Dalmat. Del nga Korça në Ulqin edhe vjen direkt siç vjen vargmalet dinarike. Ne kemi arritur një sukses që mbas samitit Vjenës, që nuk kemi komunikuar bashkë. Me këtë sensibilizim ne gjetëm një përkrahje nga qeveria kroate dhe qeveria kroate e pranoi gabimin që në hartë, nëse mban mend hartën e shkuar të hekurudhave, nuk ekzistonte fare lidhje hekurudhore nga Kroacia për në jug. Pikërisht kjo vizë kuqe nuk ekzistonte fare në këtë hartë, që është harta e Bashkimit Evropian. Dhe qeveria kroate brenda një muaji ka arritur, ka vajtur në SETO dhe në Komision Evropian dhe e ka kthyer komplet situatën në favorin ton dhe bile na ka respektuar sepse na ka lënë të drejtën që të bëjmë formulimin gjuhësor të dokumentit që do firmosin 7 ministrat e transportit që do vinë në datën 3 dhjetor në Tiranë. Bile në fillim nuk e mendova që nuk do kishin bras dhe asnjë presë korrigjim. Bile edhe sipër e kishin lënë Tiranë. Po kjo është lajmi më i rëndësishëm politik që mbas shpalljes së korridorit Adriatiko-Jonian, sepse u shpall si korridor, po si unë dhe ti për shembull themi do bëjmë një marrëveshje, po pa vajt ke noteri, nuk është marrëveshje. Në datën 3 dhjetor këtu bëhet notarizimi i kësaj marrëveshje. Dhe futet në librat e Komisionit Evropian dhe do quhet Med Corridor, zgjatimi i Med Corridorit mesdhetar, Med Corridor. Nuk do të quhet as Adriatiko-Jonian, as blu, as ky është një dokument shumë i rëndësishëm politik për neve, sepse dhe formulimi i fjalëve që kemi bërë, ne kemi aty nuk kuptohet dhe hekurudh dhe autostradë. Sepse BE-ja kishte parashikuar vetëm autostradë, pa hekurudh. Se thoshte nuk ka trafik. Por duke menduar gjithë ky trafik që do vi nga Kina, përse të mos devijohet nga korridori Adriatik, po devijohet korridorin 10. Duke devijuar nga korridori Adriatik është 150 km, më pak se sa nga korridori 10, për të arritur Triestën. Këtë argument kemi bërë me qeverinë greke. Bile javën e kaluar fatmirësisht qeveria shqiptare përfundimisht vajtën në Athinë dhe kanë folur me Ministrinë e Transportit të Greqisë. Natyrisht me ndërhyrjen e disa kompanive greke që janë të interesuara për këtë, që janë pjesë e lobit ton për këtë, dhe stafi teknik i Ministrisë të Transportit të Greqisë u bind për lidhjen e kurrëdhore midis Shqipërisë dhe Greqisë, që do vazhdojë nga Pogradeci në Kapshtic, nga Kapshtica vete poshtë drejt në Sjatista, aty ku Sjatista dhe në Kallabaka. Ky është një fat shumë i madh që neve mund të futemi në këto korridoret, sepse automatikisht korridori kinez kalon aty. Më kupton? Dhe mund të ndahet midis korridorit 10 e korridorit Adriatik. Por ama, korridori 10 ka këtë problem, se Kina po e ndërton nga Budapesti në Beograd. Po nga Beogradi poshtë është hekurudhe vjetër. Dhe asnjë nga vendet, as Serbia dhe asnjë nuk ka buxhet për ta bërë vetë. Dhe as nuk japin dot garanci sovrane. Kina do garanci sovrane, as garanci trafiku nuk japin. Kështu që këtu gjithë loja mbetet tek BE-ja. Në qoftë se BE-ja do favorizojë një korridor në raport me korridorin tjetër, ne automatikisht jemi fitues. Prandaj loja me Kinën është në Bruksel. Kina me neve nuk besoj që merret dhe nuk besoj që kanë, jo me neve, po në përgjithësi me gjithë vendet se janë të vogla. Do merret tash, ka ndruar strategjinë dhe merret vetëm me BE-n, dhe me BE-n ata firmosën një marrëveshje kryeministri i Kinës me kryeministrin kinez. Në shtator vajti zëvendës presidenti, zëvendës kryetari i Komisionit Evropian, se jam mbaj mend tash emrin ai finlandezi, vajti në Pekin, ulën, bën termat teknik dhe kanë lënë detyrë deri në fund të dhjetorit do bëhet listë e projekteve. Dhe ato që po lobojmë neve është që të futet në këtë listë projektesh në një nga këto projekte. Automatikisht korridori Adriatiko-Jonian ose korridori Adriatik-Egje do futet, sepse është korridor evropian. Për çfarë po lobojmë ne? Për shembull, Maqedonia në mbledhjen që u bë muajin e shkuar në Setos, që u vendos çfarë do të diskutohet,
Maqedonia bëri një sherrë shamat të jashtëzakonshme për korridorin 8. Po pse çfarë? Bile unë i kërkova fatmirësisht drejtori i hekurullat të Maqedonisë është një djalë shqiptar, edhe e ka emrin si pronari juaj, Irfani, dhe i thash, lutem shumë, bëni vetëm kërkesën e zgjatimit hekurullor nga Kërçova deri këtu. Po është shumë e çuditshme sa shpejt komunikon qeveria e Maqedonisë ose qeveritë e tjera. Ju keni pa komunikimet që i kam edhe me SMS-e, jo vetëm. Vajti ke ministri transporteve të Maqedonisë, që është djalë i ri, as 30 vjeç nuk i ka. Dhe në moment kanë marrë Gruevski në telefon. I tha, si do ja bëjmë këtë punë? Mos u merr me hekurullën, tha. Dhe ky më tha, mu nuk bëhet ajo punë, tha. Po mirë, unë e prit. Të nesmen në Maltëzi, Maqedonësit nuk deshin hekurullë, e deshin korridor komplet. Dhe kanë bërë, bile po më thoshin ato malazezët, thanë janë shumë pa edukat po sillen Maqedonësit. Po normali, thash unë, nëse nuk e hap derën, do t'i bish me grushta, thash unë. Kështu që, por ajo çka po lobojmë shumë këto kohët e fundit, është për hekurullën nga Miloti deri në Prizren. Dhe këtu jam për ta bërë publike një fakt shumë skandaloz, se qeveria shqiptare, ose më mirë të them, qeveria shqiptare bën këto mbledhjet nacionaliste, bile sot profesor Muhamet Mustafa për këtë punë erdhi në Tiranë, që do të ishte në vendin tim këtu, por kanë lënë mbledhjen e Parlamentit Kosovës nesër, dhe u detyrua të kthehet, po do rikthehet përsëri, dhe nesër kishte lënë takim me ministrin e transporteve dhe me kryetarin e kuvendit, vetëm për këtë çështje. Për arsye se këta bëjnë mbledhje dyqeverish, Xhamadani via, ne na bëjnë për të qarë, dhe kur vjen puna për projektin më të rëndësishëm, strategjik, për të lidhur me hekurull Shqipërinë me Kosovën, ma tha Troç, ministri i transporteve të Kosovës, bile e mori dhe në prezencë time ka marrë ministri i transporteve të Shqipërisë, të lutem shumë, ma firmos kërkesën, është vetëm kërkesë për të klasifikuar, ky është korridori R10, ja ky këtu. Ky është korridori 10, dhe ky quhet devijimi R10. Aty ti vetëm bën një kërkesë, nuk është se do harxhosh lek. Aq më tepër që BE-ja ka një politikë që i financon 50% hekurullat. Këta as kërkesën nuk e bëjnë. Ka një arsye. Bile që parë isha me profesor Muhamet Mustafën edhe me disa antarë të Parlamentit shqiptar, or i thash nuk kush merr vendime këtu mor buridheut. I çoj kërkesë kryeministit, takoj kryetarin e Parlamentit, i çoj kërkesë ministrit. Si nuk bëhet kjo punë? Atëherë, përse i bëjnë këto mbledhje Shqipëri-Kosovë? Saktë. Pra ashtu, më mirë dalim me Krashnik Spahiun edhe bëjmë bërtasin. Ose me atë, si e ka i... Ballis Morinën. Po tash nuk janë serioze këto muhabete. Si tash, këtë dokument dhe kësa jave... Ka arsye, Selenica, që këta është neglizhencë, është mosdashje, është... Ore, unë nuk e kuptoj asnjë lloj, nuk kuptoj asnjë lloj, bile e ka marrë specifikisht, i dha me urdhët kryeministit Kosovës, e ka marrë specifikisht ministri transporteve Lutfi Zharku. I ka thënë, zotni, duam ta firmosim këtë, e ka marrë në telefon datën 19 tetor, sepse në datën 20 ishte mbledhja e Setos dhe nuk e firmosin. Dhe ndërkohë thonë, po, kemi korridore, kemi këshua, i thoshtë ai hekurulla, thonë nga Durrësi Vlorë. E kupton është një korridor evropian? Kjo që është kryesore dhe kushtet e gjia, t'ju shpjegoj, po deshe nxjerrë pa kamerën këtu, t'ju shpjegoj. Çfarë strategjie kemi? Jepi. Për të faktorizuar Shqipërinë dhe portën e Durrësit, këtu automatikisht faktorizohet, në qoftë se kalon korridori Adriatik e Gje, korridori 8, që vete nga Shkupi në Sofje, dhe korridori R8, se autostrada mbaroi faktikisht, autostrada për në Nish do bëhet, duhet hekurulla, dhe ky kthehet në korridor. Dhe pastaj Beogradi del në Durrës për 600 kilometra. Kështu që ti faktorizohesh nga të gjitha krahët. Nga të gjitha krahët. Dhe pastaj të mendojnë për të bërë ata aeroport në Shëngjinit që thua ti që do bëjnë një port. Tu duhet bërë një pastaj automatikisht i del vlera për të bërë një port serioz, jo si aeroporti i Shëngjinit që po ta them me humor, dhe ky port bëhet vetëm në Porto Romano, nuk ka vend tjetër. Përveç Porto Romanos, un kam mbaruar për tregtit jashtme, kam punuar në tregtit jashtme në kohët e komunizmit, e di ekonominë shumë mirë, kam 27 vjet që merrem me tregti. Okej. Që në 88-ën. Vetmi vend është Porto Romano. Këta fantazojnë sepse... Jo Shëngjini, jo... Fati rrugës Arbërit?
Pse u tërhoqën kinezët? Jo, mo kinezët tuj ke bile dje i pash me Axhinason ishin Sërik, po i thoshin që do bëjmë dhe rrugën Sërik. Ata kinezët. Po çfarë po ndodh me rrugën e Arbrit? Rruga e Arbrit, ta thash, që në fillim është koncept i gabuar i qeverisë shqiptare. Ta shpjegoj shumë thjesht, që dhe publiku të njifet. Ti jep me koncesion diçka që koncesionari ka leverdi për ta bërë. Është normale. Rruga e Arbrit, do më thonë, leverdia në një rrugë është kur ka trafik. Që të ketë trafik, duhet të ketë nga 15.000 dhe 20.000 makina. Në vit. Në ditë. Më kupton? Ti që në fillim e di që aty s'ka trafik. Dhe thua që do të jap me koncesion. Por ai koncesionari nuk është budalla. Dhe aq më tepër ato kompani kineze, ata s'janë budallin fare sepse ata nëse presidenti ka librin kaq, ata kanë manualin e se si duhet të punojnë, e kanë me mira faqe. Dhe i kërkojnë garanci trafiku. Çfarë është garancia e trafikut? Lekët buxhetit shtetit. Kështu që atëherë përse do t'ja japësh ti lekë buxhetit shtetit? Ato janë lekët e mia. Lekët e popullit, përse do t'i japësh ti ato? Bëj një tender. E para projekt nuk është projekti, por nuk është në e dyta, si mund të bësh një koncesion pa tender? Pastaj përse me atë model financimi? Kështu që automatikisht që në fillim është e gabuar. Pa llogaritur kostot që ja kanë futur 300 ca milion euro për 26 kilometra këtu e ndajt rrugë 7 metra, kështu që të gjitha këto kanë bërë bankat kineze të mos e financojnë. Dhe ne, siç ta thash atë teorinë që të gjitha bankat zën radhën, të gjitha kompanitë zën radhën ke bankat. Ne kemi zën radhën tek banka kineze, pikërisht me këtë kompani që ka ofruar për të bërë autostradën nga Tirana në Ulqin dhe në Podgoricë. Kemi zënë dhe më lajmërojnë drejtuesi e kësaj kompanie, më thanë tash i tha, na ka thënë Exim Bank, hajde urdhëroni bisedojmë dhe se i prishëm muhabetet me kompaninë tjetër kineze. Bile jam shumë në dieni që qeveria po mundohet të kërkojë edhe në kompani tjetër, po nuk i afrohet njëri sepse është projekt jo fizibël. Nuk është i ndërtuar mirë nga ana financiare. Dhe ta them troç, aty ka një korrupsion galopant. Në qoftë se të duket rruga e kombit me korrupsion, këtu korrupsioni është eksponencial. Ja pra Dhe disa ministra që i kam miq, ja u kam thënë troç, se unë jam një që flas troç, i kam thënë kujdes kur ti hidhni firmën, se firma ngelet aty. Dhe nuk mundet të bësh ti, por merr kredi, ka dy mënyra për të bërë rrugën e Arbrit. Me kredi një, bëjë me buxhetin e shtetit. Pse e kanë bërë pjesën tjetër me buxhetin e shtetit? Le ta vazhdojnë ta bëjnë buxhetin e shtetit. Ajo bën maksimumi kur i del Bektelit 100 ca milion euro, Bektelit i del aq. Imagjinoje se ka një tunel, sa tuneli Qafkrabës, po një, se Qafkraba ka dy. Qofse dy tunel Qafkrabës kanë bo $100 milion, ai bo $50 milion. I thonë 40 milion euro, një tunel. Ngelen 24 kilometra. 24 kilometra, sa milion euro vete kilometri? 1 milion. 2 milion po të themun ty. 2 milion kilometri, 7 metre gjon rruga, rrugë shumë. Shumëzoj për 24, del 28, 28 e 20, sa vajti? Ja po të themi 100 milion euro. Tash këto janë llogaritë thjeshta, nuk janë dhe këto janë para publike dhe ne nuk kemi popull budallaj që hajde po e bëjmë, se po i groposin 150 milion euro tash i maleve të mokrës ta. U fol shumë për atë që pak kohë më parë në media dhe u bë buje madhe për tenderin e spitalës. Çka ka ndodhur në spital? Se di fare, u vetëm kam lexuar në media, u interesova pastaj për të vetmin arsye u interesova se këto punë të korrupsionit bile këta të Kosovës po më thoshin çfarë tha, çato e korrupsionit këta mas një ore tha e kanë harruar, tha hajt burr, tha se iku dhe kjo tha. Kështu që nuk kam informacion për çështje korruptive, por nga pikpamja strategjike, nëse kthehesh te kjo strategji që po të bëj unë këtu. Pikrisht, ajo zonë e spitallit është mbrapa Porto Romanos. Dhe ajo është zona hotspot më e rëndësishme ekonomike nëse do ulesh të bësh një strategji tamam. Kështu që atë normalisht o duhet ta menaxhoj shteti. Për arsye se nuk është një telash i madh menaxhosh një tokë që ke tëndën apo jo. Saktë. Edhe ose nga Kina, ato që menaxhojnë zonat e lira
ekonomike të Shenzhenit dhe këto, nuk kanë dëgjuar për në kompani private. Kështu që aq më tepër kur lexuam dhe këto që dolën në media për këto kompanitë kineze, unë faktikisht e njoh atë kinezin. Po, çfarë përfaqëson? Po se dia fare që merrem atë punë. Shikoj bra. Unë atë kam taku vazhdimisht, shkoj që haj në restorant kinez dhe kam gjetur në restorant. Më thënë, nuk e dija, kam ngrënë disa herë, po nuk e dija që merrem me këtë punë, edhe nuk pyes, edhe nuk di asnjë gjuhë huaj. Kështu që se merja vesh për çfarë ishte, kupton? Unë mendova që ishte pjesë e restorantit kinez. Nga këta që punojësit e shërbimit. Jo, nuk e dija. Po jo, po nuk mund ta gjykoj, por në parim nuk i jepet privati. Aq më tepër që është një zonë e rëndësishme strategjike të klasit parë. Ti ushtri ke bërë. Unë do ta shpallja zonë ushtarake atë. Se ushtri s'kemi. Tash këto armë na kanë mbetur për të mbrojtur këtë vend. Për të mbrojtur ekonominë shqiptare, këto janë zonat hotspot. Megjithatë, unë jam nuk e di çfarë do bëj Vaki, por po t'ja japin, do t'i japin, është po e ndajnë Shqipërinë, po e hanë copa dhe nuk po ngelet asnjë gjë. Po jepet çdo gjë me koncesion. Është teoria kafsho dhe ik. Çdo gjë me koncesion, sa brezat e ardhshëm nuk do të jetojnë dot më në këtë vend. Unë jam anti-koncesion. Bile në qoftë se do të isha të më ftonin këshilltar në qeveri, unë do t'i mbledhja mbrapsht të gjitha koncesionet. Do kanë kosto ato, nuk ka kosto. Ato janë nuk ka kosto zotni, nuk ka kosto. Unë jam marr me një koncesion, po duhet ta hapim këtu se nuk ka nëse do të bëjmë muhabet me këtë të skanerave, rapiskanin. Ai rapiskani prishe kontrata brenda ditës nëse donte qeveria shqiptare. Me zero kosto, ja ta them unë shumë e thjeshtë. Po të arbitrazh, vllai. Po i hodhin arbitrazh. Ai arbitrazhi ishte për ditë pazarin, kupton? Të dyja palët rrinin dhe pastaj shitën aksionet e njëonit që kishte 49% i shitën me 5.000 lekë vjetra. Ndërkohë që Rapiskani kishte një rrugëzije shumë të mirë dhe unë ja kam dhënë qeverisë shqiptare. Këtë sepse pyeta në Amerikë. Pyeta tamam profesionist. Dhe tha, pasi studiuan dosjen, than, kjo është shkelje flagrante e ligjeve amerikane. Vetëm po ta hedhësh në gjyq në Amerikë, kompani avokatie që merren vetëm me korrupsionin jashtë Amerikës, automatikisht ata do largohen sepse janë në bursë dhe nuk kanë leverdi të bien aksionet për një koncesion aty. Aq më tepër që ata 1 milion euro kanë investuar. Investon 1 milion euro dhe fiton 200-300 milion euro. Tashin, këto janë grabitje publike që mua më vjen turp dhe më vjen shumë turp që vazhdojnë e ndodhen sot e kësaj dite sepse fëmijët tanë do rriten njerëz të skllajvëruar nga këta koncesionarë. Mirë. Besoj se tani ka marrë kuptim të plot. Shpreha që është vënë sot në titra, të braktisur nga vëllezërit Knes, dhe jo për fajin e tyre. Jo për fajin e atij libri që ka Selenica mbi tavolinë. Për fajin e një mungese vizioni që kanë në ministra tanë, për fajin e faktit që ende sot e kësaj dite, ka ministra që u kujtojnë kinezve të fokusohen tek Shqipëria, sepse rruga evropiane e Pekinit kalon nga Shqipëria. Geri Selenica, të falenderoj fort që ishe me mua dhe mbi të gjitha për këtë informacion detajues, deri shtërues që juve dhatë për fatin e koridoreve, që juve dhatë për fatin e raporteve ekonomike, cilat si kundër pam nga biseda juaj kanë një ngërç, dhe ngërçi quhet Tirana zyrtare. Shiko, është një fatkeqësi për arsye se nuk është se vinë investitorë të mëdhenj në vendin tonë, ne nuk kemi shtet ligjor, qeveria ka disa vite që po mundohet të marrë investime gjermane, dhe qeveria gjermane ka linjë zyrtare që nuk keni shtet ligjor. Investime në Shqipëri, dhe aq më tepër që është krizë globale, nuk vinë. Kështu që qeveria duhet, dhe ja kam thënë, ja kam shumë me shkrim, disa herë, por nuk marr përgjigje. Nuk japin përgjigje, dhe këtë nuk është se kanë me mua, e kanë me të gjithë. Bile më tha një profesor i nderuar, po i thosha këtë shqetësim, më tha të t'jap një shembull tjetër, tha. Një studente indiane nga Anglia, studion në Angli, i dërgon një email kryeministit të Indis. I thot, zoti kryeministër, për filan problem ekonomik, unë mendoj që ju e keni gabim dhe kjo është mendoj këtë rrugëzidhje. Brenda javës i erdhi, se pastaj e lexova në The Guardian. Kryeministi brenda një jave, kryeministi i Indis i kthen përgjigje, zonja filan,
jam shumë i kënaqur për vërejtjet që më bët. Mos ndërprisni studimet tuaja. Unë në datën 30 mars do të jem në Londër, ju lutem nga ora 16 deri në orën 17, nëse keni kohë juve, e rezervoj të takohemi bashkë. Këta duhet të marrin këshilltar, nuk iku koha që do ikin me ministra dhe me të shkelur syri. Nuk bëhet ajo muhabet. Nuk bëhet dhe këta ja kanë thënë disa herë, nuk kurse ja kam thënë unë, po ja kanë thënë disa herë. Duhet të marrin këshilltar, kompani këshillimi, jo mua. Ne nuk kemi aq dieni, ne e kuptojmë deri diku, po nuk i dim, nuk kemi protokollet sakta. Merë kompani të bërë projektin, do shkosh në Kinë, urdhro zotëri, këto janë në Kinës. Okej. Selenisa, falenderoj dhe njërë që ishe me mua dhe mbi të gjitha. Falenderoj dhe juve sepse jeni vetmi që shqetësoni për probleme ekonomike reale. Pa sigurisht. Gazetarët e tjerë nuk para shqetësohen. Ekonomia është oksigeni, ekonomia është ajri për cilën ky vend ka nevojë. Nuk ka nevojë për broçkollat që lëvizin nga një seli partie në një studio televizive. Faleminderit që ishit me mua. Shihemi nesër. 22:30. Kalofshi qetë.